Ndërsa turistët synojnë të zgjerojnë horizontet e tyre të udhëtimit në vitin 2026, ekspertët e udhëtimit kanë zbuluar disa destinacione që kanë tërhequr vëmendjen dhe interesin e një numri në rritje vizitorësh, shkruhet në të përditshmen australiane Nënt Travel. Përveç vendeve të preferuara turistike si Italia dhe Japonia, të cilat vazhdojnë të dominojnë, ekzistojnë disa destinacione të reja që janë shndruar në pikat më të nxehta këtë vit. Sipas Nënt Travel, Shqipëria është absolutisht e mrekullueshme dhe Malizi ndodhet pranë Shqipërisë. U bë një periudhë gjatë që flitet për Shqipërinë. Mënyra se si kjo perle e Ballkanit vazhdon të jetë në radarin e shumicës së turistëve australianë është e habitshme, shkruan e përditshmja Nënt Travel. Çmimet e përballueshme të vendit dhe vendasit e ngrohtë dhe mikpritës janë pika kryesore pozitive sipas tyre. Shqipëria është gjithashtu shtëpia e Rivierës Shqiptare, e cila është dukshëm më e lirë se vendet homologe të saj të Europës Perëndimore, me një kuzhinë të larmishme dhe një histori të pasur dhe plot ngjyra të ndërthurur me sundimin osman dhe komunizmin. Mos ju mbisni qytetet e bukura të epokës osmane, të Gjirokastrës dhe Beratit, vendet e lashta greke dhe romake, të parkut arkeologjik të Apolonis dhe Butrindit apo Alpet shqiptare, të njohura për maja dramatike, fshatrat tradicional dhe shtigjet e ecjes. Gjithashtu, sipas të përditshmes australiane, një numër në rritje australianësh po udhëtojnë në periudhën shtator-tetor, maj-qershor, duke qenë se është më lirë, më freskët dhe më pak e populluar. Kjo përbën vërtet një ndryshim të madh. Ndryshimi shihet edhe në kostot e përditshme të udhëtimit, pasi ka një ulje të çmimeve të biletave të avionit jashtë periudhës së pikut turistik. Media australiane Nënt Travel ka renditur destinacionet kryesore për të vizituar në vitin 2026 sipas ekspertëve të udhëtimit: Shqipëria, Sri Lanka, Meksika dhe Arabia Saudite.